Një skandal i denjë për film horror. Kështu e përkufizon kreu i Partisë Demokratike projektin Durrana Park, në të cilin sipas tij, mafia shqiptare drejtuar nga Edi Rama përvetsoi projektin e kompanisë prestigjioze amerikane. Kryedemokrati akuzoi se Rama dhe baxhanaku i tij, përmes këtij projekti, u vjedhin shqiptarëve qindra miliona euro taksa në vit. Kompanitë regjistruara në Troplana janë të shpërndara në Tiranë dhe në mbarë Shqipërinë. S'kan asnjë lidhje, asnjë aktivitet në Xhavzotaj, asnjë punësim. Por ato kanë dy avantazhe. Ka një reduktim të madh të taksave, gjerë në absurditet. Për ato paguajnë shtetit një taks krejt të paranësishme. Taksat e vërteta ato ja paguajnë Edi Ramës, Armand Frangut nëpërmjet Ergis Agasit dhe Ermal Beqirit. Skem si Troplana e menaxhuar nga famozja Lubia numër 3, Elira Kokona, në emër të patronit të saj Edi Rama, gjën vetëm djegësin e Tiranës. Kryedemokrati nuk ndal akuzat ndaj kryeministrit Rama dhe zëvendëses së tij Balloku. Në analizën e tij Berisha thotë se nuk ka asnjë diskutim që kreu i qeverisë bën gjithçka për të bllokuar drejtësinë. Do përdor 83 mandatet e tij të krimit kundër drejtësisë. Balloku turpron çdo zyrtar të çdo vendi. Balloku është turpi i Shqipërisë, turpi i kombit shqiptar, turpi i qeverisë. Sali Berisha në konferencën e kësaj të hëne ripërsëriti mbështetjen ndaj protestave të opozitës në Iran. Sipas tij 2026 është viti i përmbysjes së diktaturave.